Lëvizja Znam zhvilloi në Tetov panel diskutimin në kuadër të karvanit Europiane Znam, e ardhmja europiane, Maqedoni Europiane. Kryetari i partisë Maksim Dimitrievski tha se Znam mbetet në qeveri me synimin për të qenë faktor reformues, por edhe korrigjues kur proceset, sipas tij, nuk zhvillohen në drejtimin e duhur. Nuk kemi hyrë në politikë për të qenë zgjatimi i askujt, por për të ndërtuar një subjekt politik që do të angazhohet për një shtet me rend, sistem dhe përgjegjësi. Një Maqedoni Evropiane është një vend ku qytetarët kanë besim te institucionet, të rinjët e shohin të ardhmen në vendin e tyre, ndërsa vendimet merren mbi bazën e parimeve dhe jo të interesave. Znam është projekt i një individi, por një lëvizje njerëzve që besojnë se Maqedonia mund dhe duhet të bëhet një shtet më i mirë. Ai theksoi se pjesëmarrja e Znamit në qeveri bazohet në përgjegjësinë për zbatimin e reformave, duke shtuar se partia do të reagojë sa herë që, sipas vlerësimit të saj, cënohen interesat shtetërore dhe parimet mbi të cilat është themeluar.